Zonja Presidente, kuadratët e Forcës Sigurisë Kosovës dhe Policisë Kosovës për ndërti për jetojit të Republikës Kosovës janë trashtuar dhe të gatshëm për parakalim. Raporton Gjeneral Major Cikaçi. Filloni me parakalimin general. Si urdhon. Ceremoniale e Forcës Sigurisë Kosovës. Parakalojnë pjesëtarët e gardës ceremoniale të përzgjedhur dhe trup elite përgatitur dhe trajnuar për pritjet protokollare të organizuara në nivel shtetëror. Të FSK-s. Garda Kombëtare e Forcës Sigurisë Kosovës me njësitë e saj të specializuara kërkim shpëtim, deminim, materie shpëtim, drejton operacionet të mbështetjes ushtarake, autoriteteve civile dhe mbështetje në operacionet të mbrojtjes së vendit. Policia ushtarake në misionin e saj ofron Forcës së Sigurisë Kosovës. Parakalojnë 3 kuadrate të komandës së rritur me standardet dhe doktrinat e NATO-s, të validuar dhe të gatshëm për misionin e shenjtë mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Në vazhdim parakalojnë 3 kuadrat të gatshëm për të mbushur misionin e tyre fisnik, mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit të Republikës sonë. Validuar dhe të gatshëm për misionin e tyre fisnik, mbrojtjen e Kosovës. Për përmbushur objektiva operacionale dhe strategjike në interes të Republikës Kosovës. E përbërë nga pjesëtar të njësive speciale në kuadër të Policisë Kosovës, e trajnuar dhe përgatitur për pritje ceremoniale dhe ato mërtore në kuadër të Policisë Kosovës. Kosovës të cilët kujdesin për rendin dhe sigurinë publike. Njësia për reagim të shpejt është njësi e specializuar për të ofruar mbështetje të njësi tjera të drejtorive rajonale, duke siguruar rend dhe qetësi publike brenda secilit rajon policor. Njësia për ndërhyrje të shpejt është njësi elitare trajnuar dhe specializuar e cila reagon në rastet e mbrojtjes së vandalimit dhe luftimit të terrorizmit dhe veprave penale të rëndësisë të veçantë që ndërlidhen në kufirin shtetëror të Republikës Kosovës.
Njësia speciale operative, trupa e specializuar në luftimin e krimit dhe për intervenime në çdo vend ku kërkohet nga institucionet shtetërore të Republikës Kosovës. Drejtoria për mbrojtje të afërt, njësi elite specializonet e hoja që vizitojnë Republikën e Kosovës. Kjo drejtori realizon ekstradimet, po ashtu në kuadër të kësaj teritorie ekziston ekipi taktik kundër sulmues i cili angazhohet në rastet në rrezikshmëri të lartë. Drejtoria është organizuar dhe trajnuar për operacione speciale si antiterrorizëm, lirim të pangjeve në rastet kur cënohet siguria kombëtare si dhe detyra tjera me rrezikshmëri ekstreme. Njësia K9 dhe njësia për trajtimin dhe menaxhimin e eksplozivit, si dhe për kontrolluar turmat dhe parandalimin e kryerjes së veprave penale me qenë të trajnuar për zbulimin e këtyre mjeteve të rrezikshme eksploduese. Metra, i cili ofron mbrojtje për personelin dhe objekteve me rëndësi të veçantë, përdoret për kryerjen e operacioneve të policisë ushtarake si dhe ato të sigurisë së rendit ushtar. Po parakalon automjeti Humvee, i blinduar i pajisur me armën 12.7 mm, i cili ofron mbrojtje për personelin, përdoret për kryerjen e operacioneve të armëve i njohur si sistemi SARP, me kalibër të armës 12.7 mm, përmes këtij sistemi bëhet qitja nga brenda automjetit gjatë operacioneve si ditën po ashtu. Tim 12.7 mm dhe 40 mm, përmes këtyre sistemeve të zjarrit direkt ofron mbrojtje për trupat, si dhe mbështetje me zjarr për trupat në operacion. Po ashtu ofron mobilitet, fuqi luftare. Mbështetje të trupave me zjarr indirekt, si dhe goditje të cacheve të armikut. Angazhohen në përcjellje të delegacioneve dhe personaliteteve të larta shtetërore që vizitojnë Republikën e Kosovës. Vetura Toyota Land Cruiser përdoren nga mbrojtja afërt për përcjellje dhe siguri të personaliteteve të larta vendore e ndërkombëtare që vizitojnë Republikën e Kosovës. Vetura Shkoda të njësive të trafikut janë të thirrur të zbatojnë ligjet e trafikut rrugor, të reagojnë ndaj aksidenteve të trafikut, si dhe realizojnë kontroll dhe mbikëqyrje të trafikut rrugor. Shkoda Smart Patrol, njësi mobile me pajisje inteligjente dhe radar mobil, pajisje këto të avancuara për mbikëqyrje të qarkullimit në trafik me qëllim të zbatimit, përdoren nga njësitë e reagimit të shpejt në mbështetjet operacionale në secilën drejtori rajonale. Motorët 4 rrotësh përdoren nga njësia elitare e policisë kufitare për patrullim dhe reagim në terrene të vështira apo të pakalueshme në zonën kufitare. Gjavs përdoret gjatë patrullimit nga njësia për ndërhyrje të shpejt në zonë apo terrene të vështira malore, si dhe intervenime policore në ato lokacione me rrezikshmëri të lartë. Përdoren
nga njësia gjatë patrullimit dhe intervenimit në zonat të rrezikshmëri të lartë dhe në terrenet vështira malore. Ora bastion që përdoren nga njësi speciale gjatë patrullimit apo intervenimit në raste me rrezikshmëri të lartë dhe shumë të për menaxhimin e turmave apo intervenimin gjatë razirave si dhe shpërndarjen e tyre gjatë situatave me rrezikshmëri të lartë.